Kam disa fotografi që doktor Agroni mi ka nisë, unë e lusë Brenartin që t'i vendos fotografitë e doktor Agronit edhe në ledin mrapa, po në këto fotografi përveç kohës edhe punës tuaj bashkë me kolegë kemi edhe fotot e cilat janë një pasuni që ruhet në një muze që unë patjetër që i bëj thirrje krejtëve qytetarëve këta muze, këto gjurmë të luftës me shku me i pa, me i përjetu. Edhe lotit të cilën e pam këto e përjetum, edhe ai pasuni që po e thamun kombëtare e kontributit tuaj, është pikërisht ajo që duhet me na qarkullu në vena tona të krenarisë për ato që ka u bë. Po, ai muzej sot ekziston në fshatin Pino, aty ku janë edhe janë varrezat e dëshmorëve, përndryshe ato pajisjet që shihen në fotografi kanë qenë në spitalin fushor në Potok, ku u dhanë ndihma e ushtarëve të plagosur, popullatës, mandej ato janë bartë, doktor Skënderi ka bartë aty dhe ka kriju muzejin ku sot ekziston, edhe janë kujtimi i asaj kohe. Po. Ndërsa flasim ne, unë e Brenartin e lusë që fotografitë t'i ndroj, janë disa fotografi që doktor Agroni na ka dërgu, t'i ndroj që shikues kanë mundësi me i pa të gjitha. Gjatë kohës kur po bisedonin para se fillonte emisioni, ma kujtut edhe një moment që unë nuk preka shumë, po se mos ta ndojmë edhe me shikues, kur ju e kishit lëndimin tuaj, por që gjendjat në vendin e punës tonë ishte aq e rëndë, sa që ju dasht me uqu ashtu nga shtrati. Jo, ajo ka qenë, domethënë, kur minatorët janë nguju në saj tërg, atë natën isha i lëndum, komen e kisha të lëndum edhe në gips. Po. Edhe unë e kisha ndëgju se kom qenë mjek aty që minatorët po planifikojnë me bo greve, se anë pa dhe si kena marë si serioze, se disysh nuk u flet ka shumë. Edhe isha ato e këqyr lajmet kur po tregojnë pisho minatorët në horizont atje të ngujum, edhe mendova që ata atë natë dhe do dalin të nesit prap emisioni pi tregon ata, dhe vi që akom bo miku tem, a mini por donat që atë e thë, se që po të vinë donat. Asha me ti mu ka dali donat, edhe kom jek atë gips, edhe thasha po më qënë në staj tërgë, edhe kom shkuj që ashtu 7 ditë kom nejtë me kom të lëndu me bli, se nisha as ftoftit as nëzetit, veç me një papu që ka qenë shkurti, sa e dita shkoha minatorve. E këtë kohën me ta qëtu. Ndërkona... Pe asoj kohë ka fillu ajo fushata ime si mjek, ndim popullit e sene, ma di bashkëpunimi me nënën Teres dhe 99-ën, kur moment zi ko mardë pej staj tërgut jo mardë në Prishtinë. Ju të regova dhe ma herët aty, kom qenë mo pej vuqëtërnës gati udhëtari i fundit në autobus me shofer dhe kondukter kur kina mërin Prishtinë. Edhe mo pej atje, pej asaj kohë, s'kom mujtë më ju këthy punës, unë nuk e kom ljonë punën, veç për gjë për shkak se minatorët atër ishin pa punë, familjet e tyne, unë e bëspunojsha me nënën Terezi, kontrollojsha ju, jepsha barnat, ju që isha ushqime, që që i mburën për atë kohë, edhe koha ka vazhdu mandej me fillimin e luftës, angazhimi jam në, do më thonë, përgjegja në çdo rast kur kanë thirrë, kam pas nevojë për mjek, kom shku aty, e kom vazhdu mandej edhe në luftën e UÇMP-ja kur u kriju në Preshev, Bujanovce, Medveç, u qu popullata për liri tyne, edhe aty kina shku shumë herë, kështu që ish një ndjenjë që nuk ishe frikë edhe vizë vazhdojshë kështu që qysh minimu as popullatës aty në ushtarë.